Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku përshesh me mish pule. Në këtë video dua t'ju tregoj mënyrën se si do të pjekim mishin e pulës, recetë që mund ta përdorni qoftë për festat e fundvitit ose edhe për raste të tjera në familjen tuaj. Me këtë recetë ua garantoj që mishi i pulës del i përsosur, del i butë, plot lëng, mishi nuk thahet dhe ka një shije fantastike. Unë e marinoj shumë thjesht, por më besoni që ja vlen në këtë mënyrë dhe me të njëjtën metodë mund të përgatisni edhe gjelin e detit. Në këtë video do të shikoni recetën e përgatitjes së kulaçit për përsheshin, përgatitjen e lëngut që na duhet për përsheshin, si dhe recetën e pjekjes së pulës. Le të nisim në fillim me përgatitjen e kulaçit, të cilin unë në këtë rast e kam përgatitur pak ndryshe nga receta që kam bërë pothuajse çdo vit, pasi këtë herë vendosa që kulaçin ta përgatis me recetën që përgatis zakonisht kulaçin që ua bëj fëmijëve. Prandaj në një tas unë kam shtuar një vezë, një gotë kos, kam shtuar krip, një lugë çaji me baking powder ose mund të shtoni një gjysmë lugë çaji me sodë buke dhe në fund fare kam shtuar edhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri, si dhe mielin. Për këto përbërës që unë kam përdorur në këtë video, kam përdorur në total rreth 2 gota gjysmë me miell, por gjithsesi ju mielin shtojeni pak nga pak, në mënyrë të shikoni edhe butësinë e brumit në fund. Na duhet një brum që të mos na ngjisin duart në fund, pra jo shumë brum i ujshëm, dhe mos harroni që brumin ta punoni mirë, pasi sekreti i një kulaçi të mirë është edhe punimi i brumit në mënyrën e duhur. Të gjithë përbërësit i përziejmë mirë, formojmë brumin, e punojmë me duar derisa të formojmë një brum të butë që nuk na ngjisin duart. Dhe kur brumin e keni gati, japim një formë rrethore dhe e lëm në një tas që të pushoj për 10 minuta, sipër e luajmë me pak vaj në mënyrë që të mos thahet pjesa e sipërme dhe ndërkohë hapim furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. Pas 10 minutash, tani brumin e kulaçit japim një formë rrethore sa të mundeni, e vendosim në një tepsi të lyer me pak vaj, e lyejmë sipër pak kulaçin me pak vaj dhe e lëm që të pushojë edhe për 10 minuta të tjera, ose edhe më tepër nëse doni. Dhe më pas kulaçin e fusim në furrë dhe e lëm që të piqet për të paktën 50 minuta. Kulaçin që kam përgatitur në këtë rast është kulaç i vogël, por nëse përgatisni një kulaç edhe më të madh, duhet ta lini më tepër në furrë që të piqet mirë. Unë e përgatita kulaçin më parë, sepse doja që kulaçi të ishte i ftohtë kur të përgatis përsheshin, dhe tani do të pjekim pulën. Në fillim do të bëjmë pastrimin e pulës. Shumë nga ju mund të mos e lani pulën. Unë preferoj që mishin e pulës ta laj përpara se ta gatuaj, por në një tas me ujë të ftohtë, unë shtoj aty rreth gjysmë filxhani kafeje me uthull të bardhë. Dhe te kjo përzierje, pra ujë me uthull, do të fusim pulën dhe do ta lëm për 10 minuta. Më pas, pulën do ta heqim nga përzierja me ujë dhe uthull, do ta shplajmë fare pak, do të fillojmë me përgatitjen e erëzave që na duhen për pjekjen e pulës. Unë në këtë recetë kam përdorur vetëm gjalp, hudhra dhe pak rigon. Nuk kam përdorur asnjë lloj erëze tjetër. E di që ka shumë metoda të përgatitjes së recetës së mishit pulës, madje edhe në kanalin tim kam shumë video për përgatitjen e mishit pulës, por këtë herë vendosa ta bëj shumë thjesht dhe ka dalë shumë e mirë. Prandaj në një tas unë kam shtuar rreth 3 lugë gjelle me gjalp, varet se sa të madhe e keni pulën, nëse do përdorni një pulë më të madhe apo gjel deti, mund shtoni më tepër gjalp. Kam shtuar aty rigon, sipas dëshirës suaj, dhe kam shtuar edhe hudhra. Kam përdorur diku te 3 ose 4 thelpinj hudhre të prerë në copa ose të shtypur imët. Mos harroni gjithashtu që në tas të shtoni edhe krip. Kripun shtoni sipas dëshirës suaj. Unë kam shtuar 2 lugë çaj me krip. I përziejmë të gjithë përbërësit së bashku, duke formuar një masë homogjene, me të cilën tani do të marinojmë pulën. Me masën e gjalpit që përgatitëm, do të lyejmë pulën në pjesën e brendshme
një pjesë të gjalpit do ta fusim në pjesën e lëkurës të pulës, duke marrë nga pak gjalp dhe duke hapur pak cipën ose lëkurën e pulës, dhe aty fusim gjalpin dhe më pas e hapim me duar dhe një pjesë të gjalpit që kemi përgatitur me erza, do ta lyejmë pulën në pjesën e sipërme, duke marinuar mirë në të gjithë pjesët e saj. Kur pulën e kemi marinuar, e lëm që të pushojë në këtë mënyrë për 2-3 orë, nëse keni kohë mund ta lini edhe më tepër, pasi del edhe më e mirë, dhe më pas pulën e keni gati për ta pjekur. Unë zakonisht e pjek tek një pajisje që kam posaçërisht për këtë punë, por nëse doni ta piqni në furr, mund veproni në këtë mënyrë. E mbështjellim në fillim pulën me letër për pjekje, më pas e mbështjellim sipër me letër alumini dhe e fusim pulën në furr në 220 gradë Celsius. Pas një ore e ulim nxehtësinë e furrës në 200 gradë Celsius, e lëm dhe gjysmë ore tjetër, pra 1 orë gjysmë në total, dhe para se ta heqim nga furra, e heqim letrën e pjekjes sipër dhe e lëm pulën që të marrë pak ngjyrë, duke lënë edhe 20-30 minuta të tjera në këtë mënyrë, pra pa letër për pjekje, dhe në këtë mënyrë pulën në total do ta pjekim për rreth 2 orë. Kështu do të veproni edhe nëse keni pulë më të madhe apo nëse keni gjel deti. Edhe unë kam vepruar në të njëjtën mënyrë, pra e kam pjekur pulën për pothuajse 2 orë në pajisjen që kam për pjekjen e pulës. Tani pulën e keni gati dhe ne ndërkohë do të përgatisim përsheshin. Për përsheshin, në një tenxhere me pak vaj ulliri ose pak gjalp, do të shtojmë një kokurqep të prerë imët. Do të shtojmë gjithashtu edhe 2-3 thelpinj hudhre të prerë imët. I trazojmë të gjitha së bashku dhe i lëmë që të gatuhen në zjarr mesatar të ulët në mënyrë që qepët fillojnë të zbuten, madje gjatë kohës që ato gatuhen në zjarr të ngadalt, mund t'i shtypni nga pak në mënyrë që qepët mos ndihen shumë gjatë ngrënies së përsheshit. Gjithashtu gjatë kësaj kohe në tenxhere mund të shtoni edhe erëzat. Unë zakonisht kur bëj përshesht përdor piper të zi, pak piper të kuq, përdor nenexhik ose nane ose mëndër, si quhet ndryshe, përdor edhe rigon. Gjithsesi ju jeni të lirë të përdorni erëzat që keni dëshirë. Unë gjithmonë e përgatis në këtë mënyrë dhe më pëlqen shumë. Nuk e kam shtuar krip, pasi më pas do t'i shtoj edhe lëngun e mishit pulës dhe nuk doja që të bëhet tepër e kripur, megjithatë ju e shtoni kripën sipas shijeve tuaja. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe do të fillojmë të shtojmë nga pak ujë në mënyrë që qepët fillojnë të zbuten nga pak. Në momentin që shikoni që qepët kanë filluar të zbuten, i shtoj më tepër ujë dhe e lëm lëngun që të zjej. Dhe tani lëngun e lëm pak që të zjej derisa qepët janë zbutur mirë dhe të mos ndihet prania e tyre shumë në lëng. Mos harroni gjatë kësaj kohe të shtoni edhe lëngun e mishit pulës, siç kam vepruar dhe unë në këtë rast. Dhe nëse mendoni që lëngu është gati dhe ka shtruar në nivelin që e doni, tani lëngun për përsheshin e keni gati. E lëm që të ftohet, përgatisim ndërkohë përsheshin me kulaçin që kemi përgatitur që më parë. E hedhim përsheshin tek lëngu që kemi përgatitur, e trazoni mirë. Mund ta gatuani për rreth 1 ose 2 minutë në zjarr fare të ulët dhe më pas përsheshin e keni gati. Do t'ua tregoj tani se si duket pula e pjekur. Ka marrë një ngjyrë shumë të bukur sipër, shija është super e mirë, përsheshi ka dalë fantastik. Dhe tani nuk na ngele gjë tjetër veç se ta servirim për familjen dhe për miqtan. Kjo është receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë dhe familjen tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit,
në mënyrë që të njoftoheni sa në kanal postohen recetat e reja. Falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.